Në qytetin verior të Shkodrës, 2 ditë më parë u hap ekspozita përkujtimore me titullin Persekutimi komunist i hartuesve të alfabetit shqiptar dhe familjarët e tyre. Një organizim i përbashkët i Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakushi dhe Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës. Kjo ekspozitë solli në qendër të vëmendjes histori tronditëse të përndjekjes që kanë përjetuar disa prej figurave të shquara që morën pjesë në Kongresin e Manastirit dhe kontribuan në hartimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Ata dhe familjet e tyre u përballën me përndjekje sistematike, internime dhe dënime të rënda gjatë regjimit komunist. Aktiviteti u zhvillua si një homazh i ndjerë për këto personalitete dhe shërbeu si një kujtesë për brezat e rinj mbi pasojat e errta të diktaturës. Pjesë e ekspozitës ishin dëshmi autentike, ndërshkrime, dokumente arkivore dhe objekte që flasin për dhimbjen dhe qëndresën e atyre që u persekutuan për kontributin e tyre kombëtar. Veçanërisht prekse ishin rrëfimet e personaliteteve të mbijetuara nga persekutimi, të cilët sollën dëshmi të gjalla mbi vuajtjet, dhimbjen dhe forcën e shpirtit përballë padrejtësisë historike.